Përshëndetje dhe mirë se vini në Çamiko. Si çdo të premte në këtë tryezë diskutimi do të flasim për troje çiftare, për brengën edhe për shqetësimet që her pas here rikthehen jo vetëm tek shtëpitë tona, por në fakt në shtëpitë e çdo shqiptari që kujdeset të ruajë identitetin e vet. Me mua në këtë tryezë diskutimi këtë të premte është Admirina Peçi, një kolege, një gazetare me përvojë, pa diskutim, Faleminderit. por për mua krijuese një dokumentare shumë të bukur që feston gati një vit që nga momenti kur e kemi shijuar për herë të parë në kinema. Koha për të kthyer në shtëpi. Është një thirrje artistike e dokumentuar edhe mbjes atyre që kanë lënë pas shumë çka për të rinisur një jetë tjetër këtu. Një vit pas Admirina, unë dua të falenderoj për gjithë kontributin që ti ke dhënë për kohën që i ke dedikuar kësaj brenge të madhe që na shoqëron neve, që më shoqëron mua me cilën jam rritur, po si ndihesh të flasin njerëzit, të duartrokasin, të presin, se unë kam pritur dëshmitar ose personazhe që ke intervistuar ti dhe gjithmonë ma kujtojnë si një ndër punët e bukura që është bërë për çështjen Çame. Po e vërtet, ka qenë emocion i veçantë dhe për mua mbetet një nga punët më emocionuese, nuk po them më të bukura, por më emocionuese dhe që më ka mbushur më shumë, qoftë nga ana profesionale, por edhe shpirtërore. Koha për të kthyer në shtëpi erdhi, si titull po flasim, erdhi shumë natyrshëm, ndërkohë që po punonim në montazh me të. Pra gjithkohës më kisha një leitmotiv, pra që ishte ky kthimi i ëndërruar prej shumë dekadash, i shumë brezave, pra jo vetëm ata që erdhën, por edhe të fëmijëve, edhe të nipërve dhe mbesave që ishin dhe që jetën në Shqipëri, një nga këto jeti. Pra ky kthimi në shtëpi ishte gjithmonë si leitmotiv. Dhe ndërkohë që punonim me dokumentarin, thash po, të gjithë po më thonë që ka ardhur koha për të kthyer në shtëpi. Dhe ky faktori kohë në titull u duk shumë grishës për shumë njerëz, të cilët më vonë më kanë përgëzuar për këtë. Dhe ishte hapi i parë i pëlqimit. Dhe kur u shfaq në kinema, pra sepse kjo ishte faza që ne po e promovonim dokumentarin, edhe me një trailer, edhe me postera. Dhe kur u shfaq në kinema, pastaj ishte një feedback tjetër, ishte një pritje fantastike. Nuk e harroj dot atë ditë në kinema, ishte mbushur plot dhe dukej sikur kisha bërë një punë shumë të madhe, por që unë fakt kisha bërë thjesht një punë normale që ne bëjmë në çdo kohë, prej kaq vitesh që punojmë. Kisha bërë një dokumentar, siç kam bërë dhe shumë dokumentarë të tjerë. Por tema, rëndësia e temës ishte si duket ajo që kishte prekur zemrat e njerëzve, por ndoshta edhe këndi nga ishim qasur temës. Punuam shumë për inskenime në atë dokumentar dhe them se ka qenë një pikë e fortë pjesa e inskenimeve, sepse gjithmonë ishim mbushur nga vitet që kishin kaluar, nga dëshmitë që kishim dëgjuar, nga rrëfimet e dëshmitarëve, kishim përftuar pra historinë, ngjarjet, faktet, masakrat që kishin ndodhur, pra atë dridhjen e shpirtit që t'jep ngjarja e fortë që kanë përjetuar, por nuk kishim imazhe, kishte shumë pak foto të kthimit të tyre në Shqipëri dhe domethënë ajo çka ishte e rrëfyer nga këta ishte thjesht një imazh që ne krijonim në mendjen tonë. Por ishte shumë i gjallë si imazh dhe ishte shumë e lehtë për ta inskenuar. Ke parë lot në sy, se unë atë ditë në kinema kam parë shumë njerëz. Kam parë shumë njerëz që qanin në kinema dhe nëse ka qenë një çast emocionues, pra një çast shkarkimi, jam e qetë. Nëse ka qenë një çast rikthimi dhimbje, më dhem pak dhe mua, sepse asnjëherë nuk dua që këto lloj veprash të shërbejnë për t'i vrarë shpirtërisht për së dyti njerëzit, megjithëse çdo kujtim i hidhur kur e rikujton të jep dhimbje, po do doja që t'ishte thjesht një lehtësim, pra, një lehtësim ose një emocion i bukur, lehtësim që ne çuam në fund një gjë që duhej çuar në fund, pra që duhej bërë.
Shpresoj të jetë kjo. Ishte hera e parë që shkoje në Konispol dhe si ishte procesi i xhirimit. Fatkeqësisht neve nuk kemi shumë vende në Shqipëri që të mund t'i përngjajnë shtëpive tjetra, çana ose asaj atmosferës. Konispoli duket si një oazë ku neve Ishte vërtet, po. mund t'i hedhim syt në mënyrë që nga ana kinematografike të na dalë diçka që është shumë më afër të vërtetës ose është tërësisht e ngjashme me kujtimet e atyre që na rrëfehen. E vërtet, edhe në fakt një nga gjërat, një nga sfidat më të mëdha kur bën një skenim kësaj natyre, sidomos ku janë tema historike, është vendi i xhirimit dhe të gjesh vendin e duhur të xhirimit është gjysma e suksesit. Pastaj janë ato elementet e tjerë, pra të botë kuptimit, të regjisorit, të punës që bën kameramani, të kostumeve, ka shumë element, por që vendi i xhirimit është kryesor dhe është pothuajse gjysma e punës në një skenim. Por në Konispol ishte shumë më shumë se kaq, sepse nuk ishte vetëm vendi i xhirimit, ishte edhe fryma e çështjes, ishin 2 dëshmitar, 3 dëshmitar shumë të mirë që unë i kam marrë në ato zonë, ishin njerëzit e gjendur, shumë gjendur të Konispolit. Unë i falenderoj pafund sa herë bie fjala për këtë projekt, sepse është një nga projektet më të bukura, ku unë jam ndjerë më mirë edhe që kam pasur një ndihmë të jashtëzakonshme përtej asaj që unë kisha programuar të bëja. Në pak ditë ne kemi bërë një punë që normalisht duhet bërë për 2-3 javë ose për 1 muaj. Çdo gjë ishte në vendin e duhur, në kohën e duhur, ata ishin aq të disiplinuar dhe pse pjesa më e madhe ishin fëmijë. Dhe ka qenë një eksperiencë shumë e bukur xhirimi atje. Edhe shtëpia ku xhiruam ishte fantastike. Një nga shtëpitë shumë të mira të ruajtura në Konispol, falenderoj shumë zonjën e shtëpisë që na mirëpriti. Falenderoj gjithë figurantët që kanë punuar për atë Më duken mua po ishin dokumentar. Dhe djem shumë të bukur. Shumë të bukur. Në kinema i pash teksa vinin atë ditë. Shumë të bukur. Besoja që aktorët ose personazhet e këtij filmi dokumentar ishin kaq të bukur. Të bukur dhe karakter të gjithë, sepse për të zgjedhur gjitha ato personazhe, pra për gjitha ato mund të ishin role shumë vogla episodike, por që duhesh bërë një audicion i gjerë për të zgjedhur personazhet. Dhe të gjesh të gjitha ato personazhe në një vend dhe të gjithë ishin karakter dhe të gjithë futeshin aq lehtë në rolin që t'ju jepje, sa dukej sikur kishin bërë një shkollë aktrimi të gjithë. Po ishte fantastike, nuk e di, domethënë ishin si të rregulluara me dorë të gjitha gjërat. Po gjithçka edhe kostumet shumë. Kostumet ishin ato kanë dashur kohë kërkimore dhe kanë punuar gjatë për kërkimin e kostumeve dhe një pjesë i kemi prerë në rroba qepsi, m'falni, kurse një pjesë e madhe e tyre ishin të kërkuara në arkivat e kinostudios, në arkivat e këtyre personave që mbajnë relike të hershme, dhe një pjesë e madhe pastaj që ishin disa relike që ne kishim në fushën e xhirimit, u sollën dhe nga vetë banorët e Konispolit. Pra u rregulluan gjërat në një mënyrë të tillë që ishte shumë e natyrshme, çdo gjë shkonte vaj dhe ishte në atë farë pike që të kthente në kohë mbas pa u futur akoma në rol. Pra vetëm duke i parë, ktheheshe në kohë mbas. Vendi i xhirimit, pastaj shpati i malit ku xhiruam, kodra e bukur e Konispolit ku duket Matan, deti, ishte fantastike çdo gjë. Një atmosferë jashtëzakonshme që të ndihmonte shumë për xhirim. Admirina, ti jeton mes arkivave, ke lexuar pafund dosje të një Shqipërie komuniste, totalitare, ku dënohet shumë çka, ku nuk lejohet shumë çka, pra je i privuar për të jetuar jetën i qetë, apo ashtu si e mendon me të vërtetat e tua. Në këto dosje apo në filme të këtij dokumentari, mbetemi fillimisht tek dokumentari, koha për të kthyer në shtëpi, cilat ishin elementet ose disa detaje që ty të kanë ngelur në mendje apo të kanë rëngjetur? Domethënë, detaje që ndoshta nuk i lexojmë në dosje, po kur i takon njerëzit fizikisht dhe ne dim që
mund të lexojmë në dosje pafund, po kur jemi përballë dikujt dhe ja shohim vështrimin, zbulojmë diçka të re. Cilat kanë qenë? Ka ndonjë element ose ndonjë histori që të ka bërë përshtypje dhe të ka goditur fort? Kanë qenë në fakt, realisht janë shumë, nuk janë pak, dhe në dokumentarën e ishim detyruar të përfshinim ato më përfaqësuese dhe më që kishin dhe anën emocionale, ishin deklaratat e mbledhura diku nga viti 46, 47, disa dhe të 45-ës, janë shumë deklarata në fakt, që janë mbledhur popullsisë çame mbasi u kthyen, pra pasi u sollën në Shqipëri dhunisht, dhe në zonat ku ata ishin vendosur, ishin dërguar nga pushteti i regjimit vendosur në atë kohë, ishin në Sarandë, në Vlorë, pastaj u vendosën disa dhe në Kavaj, e zonat rreth Durrësit, por që ishin dërguar persona për t'ju marrë këto deklarata. Një pjesë e mirë janë mbledhur në kohën para konferencës së paqes në Paris, pra në 46-ën, dhe kishin si qëllim dokumentimin e masakrës, dhe ndoshta nuk del qartë në dokumenta, po ndoshta ishte për qëllimin për ta përdorur pra këtë kartë të masakrës në konferencën e paqes nga Enver Hoxha që do të mbante fjalimin atje. Sepse përkojnë me këtë periudhë fillimisht. Pastaj kjo çështje u nxit edhe nga Komiteti Antifashist Çam dhe janë mbledhur dhe më vonë, u bën disa protesta, flet proteste dërguar në OKB, në disa instanca të drejtësisë ndërkombëtare dhe deri në një farë pike ku u mbyll si çështje dhe nuk u diskutua, por pra gjithë kjo periudhë kohore në arkiv, po flas, është e mbushur me dokumenta, po. Dhe më emocionueset janë këto dokumenta që kanë lidhje me deklaratat, pra me dëshmit e gjalla të asaj çka ata kanë parë përjetuar vetë në lëkurën e vetë, sepse janë dëshmitarë dorës parë, të cilët sapo kishin ardhur dhe akoma nuk kishin kaluar traumën e parë të masakrës. Se më vonë mund të jetë, për shembull, mund të marrësh një dëshmi dikujt mbas 5-6 vjetësh apo 10 vjetësh dhe është i qetë, është në kujtesë shumë të mirë, por nuk e ka emocionin që mund ta ketë dokumenti që ka në atë moment. Edhe po ti shohësh deklaratat, një pjesë e madhe e tyre kanë shumë mlef ose shumë frikë, shumë tmerr që kanë përjetuar, pra janë emocione shumë të forta që ata i përcjellin nëpërmjet deklaratave të tyre. Pra në përshkrimin e gjërave që ata tregojnë, momentin kur kanë shkuar në shtëpi, kur i kanë marrë, ose momentet makabre të vrasjeve, për shembull, që tregon se si dikush ja kishin varur bashkëshortin, për shembull, në oborrin e shtëpisë përpara fëmijëve, dhe ata shihnin baban e varur aty në mes të oborrit, apo të therrur me thikë në një cep tjetër. Pra janë masakra të mëdha dhe të treguara me detaje dhe që të përcjellin një emocion shumë të fortë. Dhe kam zgjedhur edhe në dokumentar një pjesë të këtyre, sado që mund të jenë makabre për një brez apo për një kategori audience që nuk është mësuar të dëgjojë apo të përballet me dëshmitë kësaj natyre. Pra kemi riskuar këtë, sepse ndoshta nuk është i përshtatshëm në ca momente për ta parë një audiencë fëmijësh ose, por është shumë i rëndësishëm nga ana historike dhe janë të rëndësishme për të dhënë nga ana historike. Kështu që kemi bërë këtë lloj marrëveshje mes nesh që të jepen edhe pse janë pak makabre në ca momente. Por unë ju siguroj që në ato dokumenta ka dëshmi me skena shumë më makabre se që ne kemi përfshirë në dokumentar. Dhe janë, them, një dosje shumë e mirë për çdo çështje gjyqësore, ndërkombëtare që mund të hapet nesër për Çamërinë, sepse ata janë në dëshmi të dorës parë dhe në fund të çdo dëshmie, edhe kur mungon në shkrimi, ata kanë vënë gishtin e tyre, shenjën e gishtit të tyre. Janë përveç këtyre dëshmive, janë edhe shumë dokumente të rëndësishme, sa i takon çështjes së genocidit që ka ndodhur në Çamëri, dokumente institucionale, pra që këmbehen mes kryeministrisë, institucioneve të ndryshme të shtetit shqiptar të asaj periudhe, siç ka edhe dokumente pararendëse të masakrës, që janë po ato shumë interesante që të plotësojnë pra
plotësojnë komplet puzzle-in e historisë, plotësojnë edhe pjesën para masakrës, që janë dokumente për shembull që flitet për luftën dhe për aktivitetin e djemve të çamërisë, të cilët ishin përfshirë në luftë kundër pushtuesve, që rrëzojnë edhe tezën e shumë përfolur greke që ata ishin në kampin e pushtuesve. Kështu që ka shumë dokumenta, Luela, dhe janë të gjitha në fakt për tu janë trajtuar nga historianët, një pjesë e mirë dhe janë trajtuar shumë mirë, ka historianë që kanë dhënë kontribut shumë mirë në këtë drejtim dhe që na kanë ndihmuar shumë edhe gjatë punës me dokumentarin, por që janë dokumenta që mund të trajtohen edhe jashtë historisë, pra për projekte filmike, për projekte teatrore, për projekte studimore, për projekte shkollore, që mund të bëjnë edhe fëmijët në të ardhmen. Në këndvështrimin tënd, Alberina, dhe meqenëse se jemi tek shkolla, a mësohet çamëria sa duhet dhe si duhet në shkolla dhe atë duket sikurse është krejt normale që unë ta shoh këtë çështje të trajtimit të çamërisë me 18 faqe nga Akademia e Shkencave si një përçapje për të reduktuar gjenocidi. Po, ju jeni një gazetare jashtë kësaj dhe nuk keni një, si thuash, konflikt interesi, ndryshe nga unë që mund të vishet emocionalisht kjo situatë. Në këndvështrimin tuaj, si mësohet historia sot? A mësohet mjaftueshëm për çamërinë, për Kosovën që ka ngelur jashtë, për qoftë edhe për trojet e tjera, po themi të Malit të Zi, të Maqedonisë së Veriut, po ne rrethohemi nga shqiptarët. Nga shqiptarët tanë. A mësojmë ne mjaftueshëm për ato që ndodhet përtej kufirit tonë? Apo kemi akoma nuanca të një diktature ose të asaj shkolle në cilën historia mësohej brenda shtëpisë dhe brenda kufive të Shqipërisë? Brenda atyre kufive të caktuar. Kjo është fakt. Realisht është për fat keq. Unë kam një pjesë të mirë të teksteve shkollore për të orientuar dhe vetë, pra për të parë se përderisa teksti i historisë i dalë nga Akademia e Shkencave ka një numër kaq të reduktuar faqesh për genocidin në çamëri dhe shumë pak mbi çështjen e mbetjes jashtë kufive të gjithë këtyre trojeve shqiptare dhe të trajtimit të tyre në mënyrë sipas oreksit politik, edhe gjatë periudhës komunizmit, por edhe mbas periudhës komunizmit, është një nga çështjet që duhet diskutuar fort sot, dhe mua më vjen keq që ka ngelur vetëm në rang mediatik diskutimi i këtyre çështjeve. Për shembull, ne sot diskutojmë shumë pak për fatin e Kosovës mbas luftës, kur ne e dim shumë mirë se deri në fund të luftës ishte diskutuar gjërësisht, ishte rënë dakord që çështja e Kosovës do diskutohej dhe do bëj referendum dhe do vendosin vetë shqiptarët e Kosovës se ku do qëndronin. Pra do qëndronin në Maqedoni, do të bashkoheshin me Shqipërinë, me viset e tjera shqiptare. Në fakt nuk ndodhi kështu. Një pazar në fund të luftës vendosi që Kosova të mos diskutohet dhe mbas konferencës Mukjes nuk u diskutua kur çështja e Kosovës. Dokumentet e thonë qartë, dokumentat e luftës të gjë, dhe siç është kjo çështje, siç po e tregojmë, në dokumenta dhe e munguar në tekstet e historisë, pra mungon e shprehur qartë edhe me fakte dokumentare në tekstet e shkollës, në tekstet edhe në histori, është shumë e limituar kjo çështje. Edhe çështja e luftës, pra qeverisja gjatë luftës dytë botërore në Shqipëri është prapë shumë e limituar. Por historian, studiues në media, po trajtohet këto vite dhe ky është një hap i mirë, them, që i bën mirë shoqërisë tonë dhe diskutimit të gjerë, por duhet shteti shqiptar. Shteti shqiptar të përfshi shumë nga këto çështje që i quhen padrejtësisht ende delikate, nuk janë çështje delikate. Këto janë çështje kombëtare dhe duhet prevalojnë mbi çdo gjë tjetër, realisht. Pra çështja e çamërisë nuk na nderon nëse ne heshtim sot, mbas kaq vitesh. Se nëse ne heshtim, çfarë do të bëjë Greqia? Çështja e Kosovës nuk duhet heshtet, sepse nëse ne heshtim, çfarë do të thotë Serbia që deri në 99-ën ishte në luftë në Kosovë? Edhe çështja e gjithë zonave të tjera shqiptare, të banuar nga shqiptarë.
Pa diskutim. Përqasja juaj e parë me një dokument ose me çështjen Çame? Realisht dhia, do të thënë flasim shumë vite më parë, sepse ka disa vite që po bëhen mbi 15 vite që unë kërkoj rregullisht në arkiva dhe studioj në arkiva për shumë çështje. Por përpara 15 viteve, për shembull, unë dija diçka për masakrën e Sejlanit. Pra si çështje dhe që dija që Çamëria është bërë një padrejtësi, pra një gjë shumë e përcipt dhe nuk isha thelluar në këtë çështje. Dhe një nga dokumentat që kam parë të parat në arkiv, që edhe që më ka ftuar për të zhytur, ka qenë një raport që bënte Mithat Frashëri diku në vitet 30 kur ishte diplomat në Athinë dhe tregonte për padrejtësitë që po ju bëheshin popullsisë Çame në vitet 30 dhe në Çamëri dhe tregonte, do të thënë, se si po përgatiteshin dhe her pas here po ndodhnin zhvendosje të popullsisë Çame padrejtësisht dhe i kërkonte qeverisë së Zogut që të ndërhynte dhe të parandalonin pra këtë. Po e njëjta gjë ndodhte në këtë kohë edhe në Kosovë. Pra janë disa periudha kur janë bërë lëvizjet popullsisë dhe në këtë periudhë kishte ndodhur dhe raportoi edhe për Çamërinë dhe më duke i çuditshme që në vitet 30 mendoja që kjo ishte një çështje e qetësuar, e zgjidhur dhe që ata jetonin vërtet në Greqi, por që ishin në bashkëjetesë. Dhe duke parë nga kjo, pastaj kam kërkuar vazhdimisht. Domethënë u surprizova kur gjeta këtë dokument dhe më grishi për të parë të tjera, dhe kam parë pas kësaj kam parë dokumentat e 46-ës, që ishin këto deklaratat që më kanë shokuar, pra më dha një bum në ndërgjegje dhe realisht jam dirë keq edhe në faj që kaq vonë po merja vesh detajet kësaj natyre. Se realisht deri në atë kohë nuk kishte as në media dëshmi, nuk kishte, pra se tek ne ngelen dëshmit, pra një gjë e treguar në veten e parë që të emocionon edhe të ngelet dhe të lej gjurmë. Dhe kur i kam parë këto, realisht jam shokuar, jam stepur dhe ndjerë dhe në faj, që pse di kaq pak për këtë çështje dhe duhet të kërkoj më shumë. Dhe ishte një gjë që më grishte vazhdimisht. Fillimisht i kam parë në arkivin qendror të shtetit, pastaj duke kërkuar kuptova që kishte shumë dokumente në arkivin e Ministrisë Jashtme, sepse pra dokumentet referonin që kjo çështje ishte ndjekur nga Ministria e Jashtme në kohën e konferencës paqes. Pra me këtë indicje kam kërkuar në Ministrinë e Jashtme dhe atje pastaj ishin 2 ose 3 dosje voluminoze. Plot në dokumentacion për këtë çështje me dëshmi të dorës parë, me fotografi të çamëve të ardhur në Shqipëri, të rreckosur ato fotot ne i kemi përdorur tek ekspozita me Alketin. Ato janë pasqyra e asaj që u ka ndodhur, pra ashtu të lodhur, të rrënuar, vërtet ne nuk e shohim masakrën reale, por tek ata te portretet e tyre duket masakra, aty ka gra fëmijë të gjymtuar, të raskapitur, të zbathur, të smur. Në dokumenta kam parë që tregojnë për shembull për të verbër, të smur që kishin ngelur vetëm, që nuk kishin asnjëri në familje që të kujdese për to dhe nuk dinin çfarë të bënin me këta persona. Pra, këto më futën në thellë duke kërkuar. Pastaj kam parë dokumentat e luftës, sepse doja të kuptoja pse kjo çështje ishte mbyllur këtu. Pra kaluan 2-3 vite me këtë lloj interestimi që mblidheshin materiale dhe nuk kishte më gjëra, nuk shifja në 49-ën, 50-ën, deri në vitet 60, nuk e shifja si çështje. Pra kishte në ndonjë moment të historisë të kësaj periudhe të diktaturës që trajtohej çështja Çame, për shembull siç ishte trajtuar në një periudhë kur flitej për heqjen e shtetësisë dhe që u arrit të hiqej edhe shtetësia. Flitej në ca momente për gjendjen e Çamëve në këto kampet ku këta i kishin vendosur, që këta nuk i quanin kampe, por realisht ishin kampe, sepse kishin vendosur edhe kasolle, një lloj siç trajtoheshin të internuarit. Dhe vazhdimisht nuk i trajtonin si shqiptar, dhe vazhdimisht i thonin emigrant. Dhe unë thosha si ka mundësi të jetë emigrant tjetri në vendin e vet. Pra ishin gjëra që më ngacmonin vazhdimisht dhe thoja pse sillet regjimi në këtë mënyrë me këtë popullsi. Dhe duke kërkuar këtë, bëj një hap mbrapa dhe kthehem në vitet e luftës për të kuptuar se si ka lindur, pra, çfarë pozicioni kanë mbajtur njerëzit që më vonë morën pushtetin, çfarë pozicioni kanë mbajtur në kohën e luftës, që në mënyrë që të shpjegoja këtë gjë.
Dhe ato gjëra që unë kam gjetur gjatë luftës tregojnë, janë ca shenja shumë të vogla ndoshta, por që tregojnë që ata kishin një lloj, tani unë nuk jam historiane dhe nuk takon t'i vej pikën kësaj kësaj çështje, por që është një ndjesi që mua më dukej sikur ishin në një lloj akordi, pra me atë çapo ndodhte. Pra nuk ju interesonte shumë humbjet që po psonte Çamëria, masakra dhe genocidi që po ndodhte atje, se sa i interesonte çështja politike. Pra, se sa çamët janë të përfshirë me EAM-in, se sa kanë mundësi ata të kthehen apo jo. Pra, këta, nëse EAM-i u thoshte që të kthehen çamët, ata ishin shumë okej. Nëse ata thonin që jo, nuk është çështja, pra kur ata kishin një lloj diskutimi me krahun tjetër të luftës atje, këta me njëherë jepnin urdhër në asnjë mënyrë mos kaloj asnjë çam atje në anën tjetër të kufirit. Pra, ky lloj komunikimi në letra, me telegrame, me radiograme të periudhës së luftës më le të kuptoj që nuk ishte një sjellje e sinqertë dhe e ndjerë edhe nacionaliste e këtyre udhëheqësve që më vonë do merrnin pushtetin në Shqipëri ndaj kësaj popullsie dhe ndaj kësaj ngjarje. Dhe ma le ta kuptoj pastaj këtë gjë dhe periudha e mbas luftës, kur edhe periudha kur janë investuar për këtë gjë, është periudha kur ndoshta, unë them prap, ndoshta, qeveria donte ta përdorte kartën e Çamërisë në skenën ndërkombëtare. Dhe menjëherë pas asaj ishte edhe konflikti me Greqinë në kufi dhe mbas këtij momenti ku prapë rezulton nga dokumentat arkivore që qeveria prapë donte t'i përdorte burrat dhe djemtë e Çamërisë që kishte këtu për t'i çuar në një konflikt civil atje, pra sikur t'i çonte prapë në thertore edhe ata që kishin shpëtuar. Këtë gjëra më bënin të luhatesha. Megjithatë, konteksti historik nuk është vetëm kështu siç e tregoj unë, pra se unë po tregoj vetëm një pjesë. Politika ka pasur momentet e veta që ka bërë edhe historianët e kanë vënë pikën mbi për shumë qëndrime që ka mbajtur edhe qeveria Enver Hoxhës, por edhe qeveritë mbas diktaturës. Rezultati, ne shohim rezultatin në fund. Pra nuk na përpjekjet në fund të ditës, nëse nuk ka një rezultat në fund, shumëzohen me zero. Dhe rezultati në fakt ende sot flasim për një padrejtësi të madhe, historike, për një masakër njerëzore që ka ndodhur aty, genocid, spastrim, për troje që janë të boshatisura, shtëpi të rënuara, fate njerëzish që rrin pezull, mall nga njerëzit që duan të kthehen në vendin e vet, dhe jemi në të njëjtën situatë që është për të qarë në fakt, është për të ardhur keq, që ne jemi në një gjendje të tillë mbas po bëhet një shekull. Edhe pas viteve të tëra demokracie, tranzicion, kemi pasur zhgënjime, unë them që kanë qenë zhgënjim pas zhgënjimesh. Dhe një panoramë të saktë të këtij, sidomos të këtij zhgënjimi dhe të anës diplomatike pas 90-s e ka dhënë diplomati Murati i ndjerë që në dokumentare ka kronizuar aq bukur këtë përpjekje. Jashtëzakonisht bukur, dhe është një nga intervistat që hap në fakt dokumentari, po për te dokumentarit Admirina ke studiuar dhe ke jetuar mes këtyre dosjeve, pa diskutim një pjesë të mirë të jetës tënde, jo vetëm në bashkëpunim me fondacionin, por edhe vetë si gazetare, je investuar për të nxjerrë në pa disa të vërteta. Shumë prej këtyre të vërtetave sigurisht kanë të bëjnë dhe ne jemi njohur bashkë përmes librit, përmes shkrimtarëve, përmes letrave që dërgoheshin për të përndjekur si thua shkrimtarët, dhe ky ka qenë takimi jonë i parë. Po, e vërtet. Nëse pas në kohë. Me siguri ke gjetur edhe shkrimtarë të cilët vinin nga popullsia çame, pra shqiptarë të Çamërisë, të cilët përndiqeshin nga sistemi diktatorial i asaj kohe. Nëse do të veçoje midis fateve për cilat ti ke punuar fort edhe për dokumentare dëshmi të tjera, çfarë do të veçoje? Bilal Xhaferi. Po, pa dyshim është Bilal Xhaferi, një talent jashtëzakonshëm dhe një nga shkrimtarët e mi të preferuar. Në 90-ën, kur unë isha në gjimnaz, 93, 94,
U fut në tekstet shkollore, Maja e Çelur ishte në tekstet e letërsisë, dhe ishte futur për herë të parë disa shkrimtarë që kanë qenë të ndaluar gjatë periudhës komunizmit, dhe kur kam lexuar Baladën Çame të Bilal Xhaferit, jam mrekulluar, domethënë nga ana emocionale, shumë e fortë. Pastaj kur pash vetë dëshmit me sy dhe i lexova, e kuptova edhe më thellë pra atë brengën e shkrimtarit që shoqëron pothuajse në gjithë veprat e tij, dhe them se edhe për Bilal Xhaferin kemi bërë një punë të mirë me dokumentarin që kemi bërë para disa vitesh, dhe them se është fati tipik i shkrimtarëve dhe studiuzve, se kishte edhe fusha të tjera, folkloristëve të çamërisë, por që Bilal Xhaferi them që ishte ai që tregon edhe mënyrën se si u përndoq realisht nga sistemi, sepse babai i Bilal Xhaferit ishte i krahut nacionalist dhe nga të pushkatuarit e parë të regjimit në zonën ku ata banonin në Ninat, dhe fati i Bilal Xhaferit që nga fëmiria dhe deri në arratisjen e tij, por edhe më tutje pastaj në jetën në Amerikë, që ishte i përndjekur, siç tregojnë dosjet e sigurimit, i përndjekur hap pas hapi në çdo veprimtari që ai bëi, në çdo gjë që ai shkroi, në çdo mendim që ai hodhi në publik, deri ditën që ai mbylli syt në ato rrethanat misterioze që i kemi diskutuar shpesh edhe që sa vinen na forcohen, them se është fati tipik që të tërheq vëmendje nga fatet e çamëve në Shqipëri. Unë uroj që të paktën vepra e Bilal Xhaferit të njihet më gjerësisht, të bëhen më shumë aktivitete kushtuara atij, veprave letrare që ka lënë, poezive të jashtëzakonshme, të bëhen mbrëmje poetike, të përkujtohet fati, jeta, talenti dhe të gjitha aspektet që e bën atë si një personalitet vërtet letërsisë në Shqipëri, edhe pse ishte në kohën e gabuar dhe për fat keq e psoi rënd, jo vetëm ai, po edhe familja e tij. Pastaj janë disa personazhe. Kemi Fatos Mero Rapa, që është një fantastik si personazh, puna voluminoze që ai ka bërë, dhe të mendosh, do thënë, unë them kemi kërkuar dhe kemi gjetur në arkiv, në atë komoditetin e arkivit, pra që ti merr materialet dhe vetëm studion. Po ai që ka bredhur fshat më fshat, shtëpi më shtëpi, ka takuar mira e njerëz dhe i ka mbledhur ato thesare të folklorit të çamërisë. Dhe nëpërmjet këtyre thesareve ai ka sjell shpirtin e çamërisë, dhe ne sot nëpërmjet këtyre thesareve që ai ka publikuar, ne mund ta njohim nga afër në çdo kohë, jo vetëm sot, dhe në të ardhmen fëmijët tanë, fëmijët e fëmijëve tanë. Do të lexojnë një poezi ose një këngë popullore çame dhe do të kuptojnë se çfarë pasurie të jashtëzakonshme ka ai popull dhe ai vend, ka prodhuar ai vend. Çfarë pëlqen më shumë nga kultura çame? Tuman Kuqja, Osman Taka? Ka shumë. Se në përpjekje për të njohur njerëzit, pa diskutim të kanë prezantuar edhe... Gjëja që mua më mrekullon është kostumi çam. Domethënë që dhe e çuditshme është që vajzës time i pëlqen shumë kostumi çam, pa i treguar unë asgjë mbi çamërinë, pra vetëm nga ajo çfarë ka parë ajo kostumet në këto aktivitete që bëjnë për shkollën, vetëm nga ajo çka ka parë vetë, pra si ju ka dashur shpesh që të bëj valle ose, edhe më thoshte mua, mami, dua të mësoj vallën çame, që të vesh kostumin çam. Pra jo vallja, po kostumi kishte për përshtypje. Dhe unë them që një ditë ajo do ta mësoj edhe vallën, do ta vesh edhe kostumin çam, sepse unë do t'ja blej. Dhe përveç kostumit, më bën përshtypje shumë kuzhina çame. Shumë. Ma kanë thënë shpesh mua që ju nga kuzhinat çame më pëlqen jashtëzakonisht shumë, ai kombinimi që bëjnë jo vetëm tek ajo bota e erëzave, që është shumë interesante, por dhe tek ca gjëra shumë veçanta të ëmblat, të këto edhe të bota e brumrave që ne i kemi qef, që nuk na vjen mirë, por që i kanë shumë të shijshme. Më pëlqen shumë kuzhina çame. Sa rëndësishme është që ne të flasim për këto gjëra të vogla, që duken të vogla në thelb, po që janë element të kulturës sonë. Sa rëndësishme është që të ishte një vazo, kujtu Manzurane ose Borziloku në dokumentarin tuaj, në atë shtëpinë, si thuash,
Sa rëndësishme është të flasim pikërisht për këtë jelekun me atë ngjyrën Leila, shumë perandorake dhe të bukur, finezë dhe elegancë në vallën e gocave dhe vajzave çame, edhe grave çave sigurisht, po sa rëndësishme është duken detaje shumë të vogla. Për ne sigurisht janë pjesë e përditshmërisë. Për një kulturë, për dikë që e ka larg shtëpinë vet, edhe që nuk mundet të shkojë aty, do të thotë shumë. Po për dikë që e jeton këtë ose jeton me të tilla rrëfime. Sa të rëndësishme janë këto detaje? Janë shumë, se për shembull në tablon e përgjithshme, që ne mund të kemi një imazh për kulturën e shqiptarëve, pra për traditën e shqiptarëve, kjo sigurisht që ka. Unë them që është një nga pjesët e rëndësishme të traditës shqiptare. Pra, se ne kemi për shembull tradita, shumë tradita të ngjashme në jug, edhe polifonia, edhe kostumet, edhe por nuk është shpirti çam aty. Pra ata kanë një pjesë të rëndësishme të vetdijes tonë, të traditës tonë, dhe pak këtë është e çajl, është e mangut. Dhe po ta shohësh, domethënë edhe këto festivalet e Gjirokastrës që i ndiqnim në atë kohë, edhe pse për shembull në atë kohë ne nuk dinim asgjë për historinë e çamërisë, as për fatin e çamëve, në atë periudhë nuk flitej fare, edhe në ato rrethana ne kuptonim që kur ishte vallja çame ose kur ishin këngët çame, kostumet e tjera, ne kuptonim që kjo ishte një pjesë shumë e rëndësishme e asaj tablos që shihnim në festivalin e Gjirokastrës për shembull. Dhe sot që tani është jemi shumë të updateuar me historinë, përveç atyre, pra ne e kemi në dasma, i kemi në aktivitete, i kemi në shumë aspekte të jetës përditshme, tani sigurisht që është me pranishme, dhe e kuptojmë që ajo është pjesë e rëndësishme. Pra, historia jonë, tradita jonë, kultura janë të mangëta pa kulturën çame, pa trashëgimin çame. E di pse ta bëra këtë pyetje, Admirina, se duhet të kaloj edhe në atë që ka bëjmë ne sot. Ne e kemi këtë brengën e së shkuarës, po nga ana tjetër më trondit edhe një pyetje tjetër, apo bëjmë ne mjaftueshëm për fate të ngjashme që nënkupton realitetin ndoshta në luginën e Preshevës. Pra jo tha që unë jam ndikuar nga Mitat Frashi, dikur për fliste për politika dhe për atë çka po ndodhte me shqiptarët e çamërisë, një lloj ndoshta si kurse mund të bëjë një paralelizëm, duke thënë që ne duhet të dokumentojmë edhe sot fatet edhe jetën që mund të ndodhë në luginën e Preshevës, diku në Blag Buci me një fest që ata e kanë çdo gusht. Sa rëndësishme është të flasim, jo vetëm për të shkuarën, por edhe për atë që po ndodh sot, në mënyrë që të lëmë dëshmi. Është shumë e rëndësishme. Jashtëzakonisht shumë e rëndësishme sepse këto kufit që janë vendosur nuk na kanë ndarë vetëm fizikisht. Për shumë vite me radhë edhe këto kultura janë zhvilluar të veçuara. Pra, fati i kulturës çame që u integrua me kulturën tonë ishte sepse ata ishin prezent këtu edhe i sollën me vete. Për shembull, në Kosovë, para disa vitesh, para disa muajsh, unë kam promovuar një dokumentar tjetër, Kufiri Kuq, që lidhet me fatin e shoqërisë shqiptare të ndarë nga ky kufiri, pra në Kosovë, në Maqedoni, në Malësi dhe ne që ishim këtu, pas luftës dytë botërore, pra ky kufiri Kuq u vendos dhe që detyroi shqiptarët të jetonin në mënyra të ndryshme dhe të zhvillonin edhe kulturën, muzikën, letërsinë, gjitha artet në mënyra të ndryshme, ndërsa këtu për shembull ishte vendosur dhe sundonte realizmi socialist, në Kosovë dhe në këto viset e tjera ishte një atmosferë shumë më moderne, shumë e hapur, shumë e çlirët, edhe zhvilloheshin ndryshe. Por edhe tradita atje ruhej më me fanatizëm, pra këngët e vjetra. Unë mbaj mend kur dëgjonim Radio Prishtinën, fshehurazi sepse nuk lejohej, por që ne dëgjonim. Babi mi kishte shumë qef këngët e vjetra dhe Pagarusha, për shembull, mua më ka ngelur në mend nga Radio Prishtina që e dëgjoja fshehurazi. Për shembull, mund të kishim dëgjuar në Radio Tirana ose në televizionin shqiptar, në këto koncerte që ata realizonin ose që vinin këtu, por që nuk e kishin këtë larmishmërinë
e gjithë atyre gjërave që unë vazhdimisht dëgjoja tek Radio Prishtina. Dhe pra kuptoja që një shpirt tjetër po lëvroi, po rritej në atë pjesë të kombit. Pra ishte një lloj zhvillimi tjetër. Kur kam shkuar mbas luftës në Kosovë, se po zgjatëm ndoshta pak shumë, por që kur kam shkuar mbas luftës në Kosovë, kam bërë një udhëtim me 2 kolegë të gazetës Shekulli në atë periudhë, edhe në Mitrovic Veriore, por edhe në luginën e Preshevës. Kemi kaluar ilegalisht, sepse nuk lejohej, po kishte mënyra që gazetarët të kamufluar me banorë të zonës kalonin. Dhe kishte ndodhur edhe gazetarët huaj kishin kaluar, megjithëse ne ishim të rinj dhe nuk e njihnim rrezikun, se po ta njihnim edhe ose të ishim në këto kondita që jemi sot, ndoshta edhe mendoheshim për ta kaluar. Por unë në fakt tani që mendoj kam kaluar përmes, domethënë kam qenë në Kosovë dhe pastaj kam kaluar në Maqedoni për të hyrë në luginën e Preshevës. Kurse ne kaluam nga e Bujanovci direkt, pra ishte direkt kufiri dhe ishte kur kaluam ishin të armatosur gjërëndhëmba ata ushtarët aty në kufi, dhe mirë që s'na ndaluan, për shembull, po si duket njihnin atë taksistin që lëvizte për ditë dhe mendonin që janë njerëzit e zonës që po kalojnë ke njerëzit e vet. Nëse kaluam në Preshev dhe kemi kaluar ca orë shumë fantastike mes atyre dhe nuk ishin të fokusuar për të na treguar vetëm për fatin e luftës, pra se ishte shumë e freskët dhimbja e luftës në atë periudhë, edhe në Kosovë, por edhe atje, por nxitonin ose ngulmonin që të na tregonin për zhvillimet e muzikës, për zhvillimet e traditave që kishin ata, të kuzhinës, të folklorit, pra shumë detajet, kësaj natyre donin të na i tregonin, na dhanë revista, na dhanë çfarë bënin aktivitete, dhe ishte si një tablo e shkëputur nga tabloja jon këtu. Pra nuk ishte asaj e Kosovës që unë kisha krijuar në mendjen time nga ato që dëgjoja, që lexoja, që shija dhe shkrimtarët pastaj në 90-ën që fillova të lexoja të Kosovës. Pra kjo që kishte ndodhur në Preshev, që ishte shumë më tepër izoluar se sa pjesa tjetër e Kosovës. Pra ata ishin praktikisht një hap më tutje, me një kufi tjetër të kuq, që themi ne në këtë që kishim në mes shqiptarëve, ishte një kufi tjetër i dytë tek kjo popullsi që ishte në Preshev atje. Dhe ata më me fanatizëm i ruanin të gjitha traditat, këngët, aktivitetet që bënin, kostumet që i ruanin si gjë më të vyer, flamurin shqiptar që mbanin në sënduk dhe na e tregonin. Dhe kuptova që sa më e fortë është diktatura, regjimi që sundon në një vend, aq më e fortë është dëshira e njerëzve për t'i ruajtur. Sepse ata e shihnin vetëm të shkëputur padrejtisht nga trungu dhe donin me patjetër ta ruanin, dhe kjo gjë për shembull ndodh dhe marr breshët në Itali. Pa diskutim. Ato duket sikur vetdia është zgjuar, vetdia midis njerëzve, midis atyre që e kanë këtë lidhje të fortë mes njëri tjetrit, është përforcuar, pra unë ndjej që jam shumë më afër me arbreshët sot se para 10 viteve. A duket sikur ka ndryshuar shoqëria shqiptare duke folur për këtë tema, duke ose duke shpërndar lehtësisht në Facebook, në Instagram, në rrjetet sociale, në YouTube, festat e arbreshëve, kujtu mendimet që kam unë në lidhje me kulturën time, për t'i treguar, për t'i përballur, për t'i bërë bashkë arbreshët me arvanitasit e tjerë. Të duket sikur shoqëria është më e hapur, shoqëria shqiptare, çfarë ka ndodhur? Ne po përjetojmë një zgjim kombëtar, do ta quaja, një zgjim në raport me të vërtetën, me historinë. E gjitha kjo, gjithë ky izolim që ka ndodhur më përpara, unë them që ka pas të bëjë me mungesën e informacionit. Ne kemi ditur shumë pak, për çdo gjë kemi ditur shumë pak, sepse e tillë ishte diktatura, nuk linte kufi, nuk linte dritare. Ne ishim pas një lloj dritare. Pra dritaret e vetme që ne kishim me botën ishin këto kanalet televizive që ne i merrnim me ato antenat. Nuk dinim asgjë, literatura ishte e kontrolluar, televizioni ishte i kontrolluar. Edhe bisedat ishin të kontrolluara, sepse edhe diçka thoje ti, dikush tjetër të raportonte etj. Por ka dhe një faktor tjetër që e kanë kohët moderne, që është teknologjia, që ka ndikuar për të lidhur njerëzit, për të parë më shumë, për të kuptuar më shumë. Dhe tani ti në kohë reale shikon çfarë po ndodh me arbreshët, çfarë po ndodh
shqiptarët në Kosovë, në Malzi, në Turqi, janë fantastike edhe historitë që vinë nga Turqia, pra që kanë të njëjtin fat për shembull me çamët. Një pjesë ka ikur shumë më herët, por ka ikur dhe në atë kohë, ka ikur dhe më vonë, mbas 45-s. Valët e shqiptarëve që kanë ikur në Turqi, sikurse ikën një pjesë edhe nga çamëria. Po të gjithë këta ku kanë shkuar, kanë ndërtuar komunitetin e vet dhe i kanë ruajtur me fanatizëm traditat, muzikën, gjithë kulturën. Dhe një udhtim të fundit që kam pasur unë në Izmir, gjeta midis shqiptarëve që kanë rrugtuar aty shumë vite para, ndoshta 100 vite para, gjeta edhe të flisnin shqip edhe me krenari thonin që ishin nga shqiptarët e Çamërisë, edhe që ruan identitetin e tyre. Fantastike. Admirina, çfarë të bën të shkruash prapë për këto troje, edhe për këto fate njerëzore? E di që fokusi yt aktualisht edhe kryesor janë dosjet dhe të vërtetat që vinë nga komunizmi dhe nga ajo periudhë e izoluar e Shqipërisë dhe klasifikimit të dosjeve e gjetjes së të vërtetave dhe interpretimeve të ndryshme, edhe di që është një punë e vështirë shumë, se edhe jo çdo gjë që lexojmë në dosje duhen ballafaquar, ka shumë ndonjëherë dokumentat nuk tregojnë të vërtetën, ndonjëherë për shembull një raport që bën një bashkëpunëtor i sigurimit mund të jetë i mbushur me gënjeshtra. Për të varet nga konteksti, nga mënyra se si ai është rekrutuar për të bërë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit për shembull. Dhe nuk duhen marrë 100% edhe raportet që janë nga bashkëpunëtorët. Pastaj ka raste bashkëpunëtorë që janë bërë në kushte terrori bashkëpunëtor. Pra edhe dokumentat duhen ballafaquar. Një fakt me fatin njerëzor, me dëshminë që mund të jetë dhënë më vonë, me një raport që mund ta ketë dhënë një institucion, Ministria e Brendshme apo një tjetër. Pra edhe dokumentet arkivore duhen parë në shumë kënde dhe asnjëherë vetëm një burim. Siç e kemi edhe në gazetari, duhen mbi 3-4 burime, 5 burime, do ishte mirë që ne ta kemi një ngjarje të zbardhur edhe të argumentuar. Kështu që edhe historia e njëjta gjë vlen edhe për historinë. Por ajo që më shtyn që të vazhdoj në këtë është sepse mua më duket sikur është një e vërtet që ka zbuluar vetëm majën e icebergut. Jo vetëm për çka ka ndodhur me regjimin komunist në Shqipëri dhe me diktaturën që ka psuar mbi shpatulla popullit shqiptar, por edhe me fatet e gjithë shqiptarëve rreth rrotullt që ishin të lidhura çështjet politikisht me Shqipërinë e diktaturës. Sepse edhe fatet e Kosovës, të shqiptarëve të Maqedonisë, të Malitëzi, edhe të Çamërisë, të gjitha janë të lidhura me politikat që ka pasur, ka ndjekur shteti shqiptar. Në gjithë të shekull ngjarjesh të bujshme, me kaq shumë zhvillime, me kaq shumë mistere në shumë pjesë të historisë. Kështu që është zbuluar, unë them që është zbuluar vetëm maja e icebergut dhe po edhe sikur të ishte zbuluar e tëra, këtë ngjarje kanë nevojë për të rikthyer, për t'i ritrajtuar, për t'i trajtuar për brezin e ri, për audienca të ndryshme etj, për t'i parë nga ana artistike, për t'i servirur artistikisht. Pra asnjëherë ngjarjet e këtyre ngjarjet e rëndësishme të historisë të këtyre periudhave nuk shterojnë së trajtuari nga studiusit, nga gazetarët, nga historianët, nuk duhet të shterojnë. Duhet vazhdohet të hidhet dritë mbi ta edhe në kushte të tjera. Mos e shtim për ato që kanë ndodhur në të shkuarën, mos përsëriten gabimet, po njëkohësisht të shkruajmë edhe për këtë që po ndodh sot. Po, e vërtet. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Të nderuar dëgjues, shikues të Çamiko, pa diskutim ju lë një takim tjetër si çdo të premte në orën 20:00 me të tjerë dëshmitarë, ndoshta do të fillojmë një rrugtim sepse po ja afrohemi ditës përkujtimit asaj çka ka ndodhur në Çamëri, është qershor, e pa diskutim një rrugtim i rëndësishëm na pret edhe neve. Kështu që do të takojmë dëshmitarë dhe unë ju ftoj që të na ndiqni çdo të premte në orën 20:00. Faleminderit për sot.